Krishnik Tartari, I cilësuar si një prej legjendave të volejbollit shqiptar, është ndar nga jeta në moshën 83 vjeçare. Kështu në këtë forcë ma ka prur njëri. Ai ishte arkitekti I ekipit të femrave të Dinamos, që shkroi historinë e volejbollit shqiptar. Në drejtimin e tij, skuadra nisi në vitin 1974 një dominim të jashtëzakonshëm, duke fituar 11 tituj kampion radhazi dhe 20 tituj në total. Në këtë tur u eliminuar njëra pas tjetrës. Dinamo arriti rezultate historike dhe në arenën evropiane, duke u renditur mes 4 skuadrave më të mira të kontinentit. Ndërkohë si trajneri I ekipit kombëtar, Tartari udhëhoqi Shqipërinë drejt fitimit të titullit kampion në lojrat mesdhetare. I lindur më 21 korrik 1943 në Tiranë, ai ishte një nga figurat që kontribuoi më së shumti në ngritjen e volejbollit shqiptar në nivelet më të larta, si sportist me Dinamon dhe ekipin kombëtar, por edhe më pas si trajner. Ai la pas një trashëgimi të pasur me trofe dhe suksese. Për kontributin e tij të rrëshuar në sport, Krishnik Tartari u nderua me tituj dhe vlerësime të shumta, mes të cilave dhe titulli më I lartë, mjeshtër I madh.